Transporti i nxënësve në disa shkolla të qytetit të Gostivarit po përballet me vështirësi dhe nuk po zhvillohet në mënyrë të rregullt. Situata është krijuar pasi një nga operatorët e angazhuar për këtë dedikim ka ndërprerë përkohësisht shërbimin për shkak të detyrimeve financiare të papaguara. Kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, i pyetur për gjendjen e krijuar, bëri të ditur se komuna është në përpjekje për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme në mënyrë që transporti i nxënësve të rikthehet plotësisht, por se për këtë do të duhet edhe angazhimi i Ministrisë së Arsimit. Ai theksoi se pjesa më e madhe e mjeteve që ndahen nga niveli qendror për arsimin shpenzohen për pagat e mësimdhënësve, ndërsa shpenzimet e tjera të domosdoshme si transporti i nxënësve, energji elektrike dhe furnizimi me naftë për ngrohje mbeten përgjegjësi financiare e komunës. Një prej operatorëve e ka ndërprerë transportin e nxënësve për shkak të borxheve të cilat janë akumuluar, por kjo është një problem që është aktual, por edhe do të vazhdojë, ka qenë edhe në të kaluarën, posaçërisht vitet e fundit, ku blok dotacionet për arsim gati se 100% shkojnë për mësimdhënësit dhe nga ana tjetër të gjithë argjimet operative, siç janë energji elektrike, transporti i nxënësve, nafta gjatë muajve të dimrit për nxemjen e shkollave, të gjithë i mbesin si barë komunës Gostivarit, një barë që dikun të i kalon mbi 1 milion euro në vit, dhe barët e cilën komuna realisht nuk mund ta mbajë. Do të kërkojmë takim edhe me Ministrinë e Arsimit edhe me të gjithë faktorët tjerë që të gjejmë një zgjidhje për këtë problem. Ai theksoi se në një takim të zhvilluar më herët me ministren është sugjeruar që të bëhet optimizim në sektorin e arsimit, që nënkupton edhe zvoglim të numrit të mësimdhënësve. Megjithatë, komuna nuk e mbështet një qasje të tillë dhe shqyrton mundësi të tjera për të gjetur një zgjidhje që nuk do të dëmtonte as transportuesit dhe as mësimdhënësit. Nga një takim pak më herët të që ne kemi patur sektori i arsimit dhe une me Ministreshën e Arsimit, na është thënë që duhet bëjmë optimizim. Me optimizim nënkuptohet se duhet të largohet një numër i madh i mësimdhënësve prej pune, gjë e cila unë mendoj se është më e dhimbshme se ky problem aktual tani. Prapë do të them, do duhet gjendet një modus. Ministria insiston me çdo kusht që të bëhet optimizim, në fakt të zvoglohet numri i mësimdhënësve apo të largohen prej pune një numër i madh i mësimdhënësve. Në këtë drejtim, komuna përshqyrton alternativa që do të lejojnë funksionimin normal të transportit pa prekur as mësimdhënësit dhe as operatorët e transportit, e derisa të ndodh kjo, transporti i fëmijëve në shkollat ku shërbimi nuk po kryhet rregullisht mbetet përgjegjësi e prindërve.